Përshëndetje. Vitet e fundit në rrjetet sociale bështohen gjithnjë më shumë lajme për përparimet teknologjike të Kinës. Arritjet në fusha si inteligjenca artificiale, teknologjia kuantike e tjera e ka bërë Kinën një forcë inovacioni. Por a ka në lidhje këto arritje të Kinës së largët me jetën tuaj të përditshme? Përgjigja është sigurisht që po. Sot ju ftoj të njihemi së bashku me disa prej tyre. Inteligjenca artificiale është një teknologji strategjike që nxit randin e ri të revolucionit teknologjik dhe transformimit industrial. Por zhvillimi i saj kërkon investime gjikante, kapitalesh dhe talente. Në fillim, vetëm kompanitë amerikane ishin në gjendje të zotëronin këtë teknologji, ndërsa DeepSeek i Kinës ka eksploruar një rrugë të re nëpërmjet inovacionit sistematik në algoritmet e modelit dhe optimizimin inxhinierik. Çështja më e rëndësishme është modeli i DeepSeekut funksionon me burim të hapur, duke nisur demokratizimin e AI-s dhe është vlerësuar si OpenAI i vërtet, duke hapur dyert e mundësive për shkencëtarët në vendet në zhvillim. Nëse jeni të interesuar për kërkim në këtë trajtim, duhet ta provoni DeepSeekun. Ndoshta ai mund të bëhet një mjet për të realizuar ëndrat tuaja. Vitet e fundit, siguria kibernetike, veçanërisht siguria e të dhënave personale në internet, është një ndër çështjet në fokus edhe të publikut shqiptar. Në fakt, edhe Kina është një ndër viktimat kryesore të sulmeve kibernetike. Universitetet, institucionet kërkimore, ndërmarrjet e teknologjisë së lartë dhe madje edhe organizatorët e veprimtarive sportive, qendra e monitorimit të tërmeteve janë bërë objektiva të sulmeve kibernetike. Megjithatë, përparimi i Kinës në teknologjinë kuantike pritet të ndërtojë një mburojë të fortë, duke arritur siguri absolute për transmetimin e të dhënave. Natyrisht, me studimin dhe zbatimin e mëdhenj të kësaj teknologjie, ajo do sjellë dobi edhe miqve tanë në Shqipëri. Shkretëtirëzimi i tokës është një shkak kryesor i formimit të stuhive të rrëdhës. Aktualisht, toka e shkretëtirëzuar ka arritur në 36 milion kilometra katror në gjithë globin, ndërsa edhe Tirana është prekur nga stuhitë e rrëdhës. Në vitin 2025, Kina ka rrethuar shkretëtirën Taklamakan me një prezë të gjerbër 3046 kilometra të gjatë, duke sjellë shpresë në përpjekje globale të kontrollit të shkretëtirëzimit. Kjo arritje jashtëzakonshme e siguruar me zbatimin e masave sistematike inxhinierike e teknologjike mund të shërbejë si një shembull i ri për kontrollin e shkretëtirëzimit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të botës. Prandaj këto arritje të Kinës jo vetëm që nxisin përparimin shkencor, por edhe ofrojnë njohuri të reja për të përballuar sfidat globale. Por jo vetëm kaq, Kina nuk ndalet deri këtu. Në 5 vitet të fundit ose gjatë periudhës së zbatimit të planit 14-5 vjeçar, Kina ka pasur bashkëpunim tekniko-shkencor me më shumë se 160 vende të rajone, ka nënshkruar 119 marrëveshje ndërqeveritare, është bashkuar me më shumë se 200 organizata ndërkombëtare e mekanizma shumëpallëshe dhe ka marrë pjesë thellësisht në më shumë se 60 projekte shkencore ndërkombëtare. Aktualisht, mbi 50 institucione kërkimore në botë po zhvillojnë studime me mostrate dheut hënor të marrë nga sonda kineze. Orizi hibrid i Kinës po ndihmon gati 70 vende të rrisin prodhimin e ushqimit. Satelitët kinez po mbrojnë pyllin tropikal të Amazonës. Shkencëtarët e huaj janë mirë pritur të futen në stacionin hapësinor dhe zhytësin në tregësi të madhe të etarit të Kinës për të marrë pjesë në eksplorim të përbashkët. Të dashurit dhe të përpiqemi së bashku sepse ndajmë të njëjtin planet dhe jemi të destinuar të ecim drejt së njëjtës ardhme, një ardhme më e hapur, përfshirëse dhe me përfitime për të gjithë.